Tensionet mes Gjestit dhe Eglit në Big Brother VIP Albania vijojnë të përshkallëzohen. Pas ballafaqimit në spektaklin e së martës, dyshja pati një tjetër përplasje brenda shtëpisë, me Gjestin që shprehu pakënaqësinë e tij ndaj produksionit. Teksa Egli qëndronte në kuzhinë, ai u drejtua ashpër duke thënë: "Me mua bollje tallur, nuk të lejoj." Gjesti akuzoi produksionin për publikimin e videove pa dijenin e tij. Si ti si produksioni njësoj, e dyta herë që po i publikon videot që nuk i di unë, si atje hile si këtu hile, e shikojmë. Mateja i shtoi, dilni vetë kish me siguri jashtë, dhe vini të më gjuani mua, ti i ke pasur fajet, ti e fajtor për çdo lot. Në një tjetër video të shpërndar në rrjetet sociale, ai vijon me ton të ashpër: "Shko merri shokët e tu, edhe produksionin, se edhe këta të njëjtë janë dhe e jam më njollosni." Këto deklaratë të Gjestit mund të rrezikojnë edhe lojën e tij brenda shtëpisë, por se çfarë vendimi do të marrë vëllai, kjo mbetet për të mësuar më vonë.